Domethënë janë shkelje marramëndse në Shqipëri, nuk është se ne nuk kemi shkelje edhe po themi ka vetëm një. Këtu janë me thas, kudo që po porti Durrësit është një nga ato që t'i haj kokën të gjithë këtyne. Po, madje ka pasur një reagim, ndjes që po ndërpres, ka pasur një reagim madje të kreut të dhomës amerikane të tregtisë sa i përket portit Durrësit, pra një përplasje direkte me Edi Ramën. Në këtë rast, siç ju e shprehët, a mendoni se kjo mund të jetë nyja gordiane që amerikanët mund të presin kundrejt Edi Ramës? Unë ja u kam thënë me kohë, viti që unë deklaroj dhe them që porti Durrësit është pika që do i haj kokën gjithë politikanëve shqiptarë. Gjithë shtetarëve shqiptarë, gjithë e kanë lytë dorën të ai port. Dhe gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit, pavarësisht se është Rama kryeminist, por ju them të gjithë janë pjesë e shkatrimit të atij portit. Nuk është e pamundur që të prishet një port jo vetëm historik, po një port strategjik. Durrësit është pikë strategjike, nuk është thjesht një port. Nuk është thjesht se është edhe histori. Por është një pikë strategjike, po ta shihni për Ballkanin, për sa i përket sigurisë, prandaj them që prek edhe sigurinë e NATO-s dhe të Amerikës. Sepse çkatrosh portin e Durrësit, ta qisësh në Porto Romano, ku Porto Romano nuk vlen për absolutisht, për as flasim sidomos për NATO-n, nuk vlen absolutisht. Dhe pse janë bërë thjesht për marrëveshje që kanë bërë palët mes tyre, përfitimet personale të njërit të tjetrit, dhe sot kemi një port, në Porto i cili nuk ka infrastrukturë, i cili është 2 herë apo 3 herë më i vogël se sa porti i Durrësit, nuk ka absolutisht asgjë, patjetër që do ketë përplasje, do dalë, përplasje do ndodhi. Dhe kjo përplasje ka dalë edhe më përpara, kur unë kam deklaruar që NATO ka deklaruar që Porto Romano nuk është projekti ynë. Dhe në hartën e NATO-s, porti Durrësit nuk është Porto Romano. Kështu që do ketë një moment se kur, nuk di ta them. Nuk di ta them se kur. Por që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa i përket sigurisë kombëtare, sidomos për sa i përket sigurisë kombëtare, nuk të falin. Keni të bindur. Po, pa qëllim thash, për sinalohen, që kur i dorën në ngrata dhe kanë nxjerrë fotografinë e Ramës me të në zyrën e Ramës. Po me Gonigali nuk është mbyllur. Janë shumë çështje të cilat lidhen direkt me sigurinë amerikane. Droga është një nga pikat kryesore. Por mos harroni se jemi vendi ku politika, se dalim tek ajo pjesë ku thonin që kur do veproj, është vendi e cila jo vetëm politika, por tërë shoqëria, domethënë është e kapur nga Sorosi, këtu nuk ke ku ta vesh dorën. Nuk ke ku ta vesh dorën. Këtu janë të gjithë implikuar me Soros, që janë shoqëri civile, parti, shoqata, të gjithë financohen nga Sorosi. Dhe tek e fundit, edhe në mbledhjes në fund, Trump deklaroi luftë kundër marksizëm-leninizmit. Sepse njerëzit duhet ta kuptojnë teoria e Sorosit dhe globalizmit është marksizëm-leninizëm. Dhe kjo është e keqja e këtij vendi. Po, për të kaluar te takimi, për të kaluar te takimi i NATO-s, në fakt, a reflekton porti i Durrësit dhe gjithçka që ka bërë Edi Rama në raport me Aleancën Atlantikut Veriut, atë injorim që i bën në takimin e NATO-s në Ankara, ku Edi Rama zhëllon kredi vetëm dhe lider të tjerë takonin presidentin amerikan Donald Trump? Dgjoj, çdo njeri mund ta komentoj si të doj dhe mund të abuzoj duke thënë që jo ishte momenti, ishte një moment, ishte këtu. Ajo që flet më tepër tek takimi i NATO-s flet foto familjare. Në foton familjare Rama ishte vetëm. Nuk ishte as me Macronin, as me motrën e tij, me Lonin, me absolutisht asnjë. Dhe ishte në fund fare ishte i vetëm. Dhe këta u munduan që atë foton zyrtare ta paraqisin sikur Rama erdhi, domethënë ja ku është.
në qendër saj, në të njëjtën kohë që fortë zyrtare dhe është mbet është me rregull, në rëndësi se kush do jetë. Por Rama u anashkalua nga të gjithë liderët e vendeve të NATO-s, sepse të gjithë liderët e vendeve të NATO-s e kanë informacionin për sa i përket situatës në Shqipëri, pavarësisht nga deklaratat që mund bëjnë disa veri apo Bashkimi Evropian apo Këshilli i Europës nëpërmjet të majdëve të tyre programës, por pjesa zyrtare të themi është e bindur në atë çfarë Rama ka bërë. Dhe është e bindur që një nga pikat se ne të vetmin gjë që mund t'i afrojmë reale NATO-s është porti i Durrësit. Shumë kush thotë që është Kuçova, unë po ja u deklaroj që Kuçova nuk është pikë strategjike për NATO-n, për një arsye të vetëm se atje ka më se 25 vjet që kompanitë ruse bëjnë shpifës. Është e pa llogaritshme të jetë Kuçova. Kurse porti i Durrësit është pikë, sepse është edhe pikë pritse, pikë shpërndarëse për NATO-n, pra për të gjithë strukturën e NATO-s për të kaluar në Ballkan. Kështu që prandaj them që porti i Durrësit Zoti Merkoçi, si mendoni pse Edi Rama nuk i ka më ato raporte që ka pasur dikur me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe u duk edhe në Turqi, teksa kur zbriti në aeroport Edi Rama nuk u prit nga Erdogani? Raportet janë prishur për shumë arsye, e para nga kërkesa që Erdogani ka pasur për sa i përket rrymave të cilat ndodhen në Shqipëri dhe Rama nuk i ka lejuar aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër që është me Erdoganin është pjesa e cila nuk pranoi, Rama nuk pranoi që të ishte Turqia pjesë përbërëse e rindërtimit të ushtrisë dhe të gjithë infrastrukturës ushtarake, sepse këtu nuk kanë absolutisht asnjë lloj vizioni, këtu shkojnë me takime momentale, me përfitime momentale. Dhe shohim sot e gjithë Europa sot është bërë themi partner apo pritet bëhet një partner fuqishëm i Turqisë, sepse Turqia ka ecur shumë përpara për sa i përket armatimit të infrastrukturës ushtarake, është vendi NATO-s në ushtri, kështu që Rama shqiptar nuk që e zonja ta shfrytëzojë atë marrëdhënie mjesore që ne kemi pas me Turqinë dhe ta bënte Shqipëri një vend i cili mos kishte më nevojë sot, sepse po të kishte një marrëdhënie shumë mirë me Turqinë dhe do të kishte kërkuar atë çfarë duhet pikërisht për sa i përket NATO-s dhe ushtrisë, domethënë nëpërmjet NATO-s ti mund të merrje mundim mjaft nga Turqia, mund të ishte vendi ku mund të prodhoje edhe armatim, siç janë dronë për shembull, mund të prodhoheshin në Shqipëri, mund të hapeshin vende pune, kemi pikë strategjike qoftë Sazanit apo të karburit, të cilët këta kërkojnë ta kthejnë me çdo kusht, të gjithë politika, nuk është vetëm Rama, por gjithë politika mendojnë ta kthejnë për rezort edhe në për turizma, në të njëjtën kohë kur Sazani edhe Karaburuni janë pikë strategjike e Mesdheut, është një nga pikat strategjike të Mesdheut të pazëvendësueshme. Kjo është përplasja e Ramës me Erdoganin apo themi me Turqinë. Po në këtë rast Turqia i ka hequr vizën një herë mirë Edi Ramës, dhe kush është ai faktor kryesor në këtë rast, sepse po themi gjitha marrëveshjet apo ato marrëveshje më saktë që ka bërë më parë, duket se po i kalon drejt Izraelit, ndryshe nga sa ndodhi më parë që kishte me Turqinë. Marrëdhëniet prishin atëherë kur prishin interesat. Prishin interesat ekonomike, por edhe tregtare. Dhe kalimi i Ramës drejt Izraelit dhe në të njëjtën kohë kur ti e kishe më të lehtë dhe ishe më në
afrimitet themi me Turqinë, ti ka përbërë një hap tjetër dhe kalove tek Izraeli. Dhe mirë, edhe pse ke kalu tek Izraeli, duhet shohim se edhe me personat të cilat i lidhin në Izrael. Thash Roni është një person i cili ka pasur edhe akuzën. Është një person i cili nuk është se ka bërë gjërat ligjore në Shqipëri, po i privilegjuar me Ramat me Erdoganin nuk mund t'i bënte Rama këto lloj veprimesh. Sazani dhe karburoni janë pikat më nevralgjike dhe nëse politika dhe diplomacia shqiptare do të ishte me këmbë tokë, do të kishe bërë marrëveshje me Turkun, po këto lloj marrëveshjesh Turku siç i ka bërë me Ronin nuk mund t'i bënte Rama kurrë. Pra marrëveshje të cilat e kanë anashkaluar totalisht shtetin shqiptar. Janë 6 ministri të cilat anashkalohen për sa i përket fluturimeve, kontrolleve që duhet të ketë dhe duhet të jetë paktën shoqëria aksionere duhet të jetë me 2 palë. Nëse Roni do ishte, duhet të ishte edhe shteti shqiptar, i cili tash nëpërmjet ministrive dhe nëpërmjet kontrollit do bëte gjithë kontrollet e tyre. Ndërsa në këtë moment Rama ja ka lënë totalisht këtij personi të vetëm, pavarësisht se ka ngritur disa kompani si Matrushka t'i bën këta, dhe mundohet fshihet pas emrave të tyre, por është një konflikt shumë i hapur, jo vetëm me Turqinë, por edhe me vetë NATO-n. Do ketë një impakt shumë të keq për sa i përket qoftë fluturimeve, qoftë edhe energjetikës, mos harroni apo tokave, të cilat Rama ka dhënë në Divjak, nuk di se sa 1000 metra tokë, të cilat po përdoren nga kompani, janë 6 kontratat e lidhura, të cilat po bëhen nga kompani izraelite, të cilat duan të mbjellin disa prodhime shumë e rëndësishme, ata të bujqësisë e kuptojnë akoma më mirë, disa prodhime supozojmë, po pa farë, pa bërtham, që ti mos kesh mundësi riprodhimi, vetëm dhe të jesh i detyruar ta marrësh vetëm tek ata. Ky është një skandal tjetër që Rama ka bërë me këta. Po. Jo, e kuptoni çfarë do të thotë tash, ta hash një kaqësi, e supozojmë, ta hash pa bërtham. Mos ketë bërtham fare. Pra ti mos kesh mundësinë e riprodhimit. Dhe kjo bëhet për një arsye të thjeshtë, ti t'jesh i varur ekonomikisht nga Izraeli. Pra ti duhet ta marrësh patjetër vetëm atje. Dhe kjo është skandal tjetër. Pra ne them, Spagu i ka të gjitha mundësitë për të vepruar. Nëse Spagu nuk do të veprojë, atëherë do të veprojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.